Komandante, tu ke sheshi gjërimit jam. O më, mire? O gjenerata zë, lejt ashtë i neshet, hajde një këtu. Hajde, se ju ja dini atë. Ju ja keni gjithat e butonin e qefit tit. Se me këtë brezin tjetër, a mësua i zoti kryeministër të luten ve e dorën zemër. Kurse juve ja dini atë pipzat. Hajde, nejnë neshe, mbari dhe nejnë neshe. Durohen. Tu nga sheshi gjërimit. Asë. Do na ekin të nejnë. A sheshi gjërimit. I pa të vitit të zora. Ku dini pa me. Sa i lezo më mirë. Po e shema më më ndje. Komentojnë se do maroj ke po. Që mendojnë? Po të qatë fëndë sigur. Da në TikTok. TikTok. Që kefi me e. Nga shesh gjërimit. Si jo ka bu komandantit ajo. Do dina që. Me la marinaci. Për t'ja u që të dyve. Të dyve që. Për t'a shim të dyja palët. E një të kule mu. Qivi qik. Që që ka dhe. Si vareza makinash. Mani me një që e mate këtë velu më qu për. E mate si historike këtë velu. Që si varez makine. Ja keni prisht të rezin, komandantit, gjithë. Ja keni prisht të rezin, dashurmi. Gjenerata zë. E unë kësha zemrën. Ja keni prisht të rezin. Vetëm ju ja dini atë butonin e qefit tit. Se këto neve mosha gjenerata ZX-i, që e mine, ZX? As Millennium, ZX-i. Ne jemi kot. Ne jemi kot. Me në talëve. Neve bëjmë strategjin, kurse zëja i gje buton e qefit ati dhe e u tuq. E jam lidhur një këtu, e jam lidhur një këtu, e jam lidhur një këtu, bashkë me ne. Përshëndetje. Lejda. Përshëndetje Lejda. Se me zi shoku se si jemi mirë në stik. E ka po kjo... E ka po telefonit stik. Si ta ullë. Qa qefe po një. Ke shesh gjërimit. Ndërkohë që ai mbrenda nga kopshi në shef. Si talin neve
Apo, si talemi neve. Tondi, me qa, e qa shpenzime shka mund? 13.000 lek muj, vjetra, shpenzime. Ka i pagujo? Kurse i pagu miliona në për media, në për këshu, në për kazanet mediatike. Këtut me shujt protest. Kurse ne me i dhonin qik. Me i dhonin qik. Jo me i dhonin qik motiv, a këto? Pagujmë 10.000 lek muaj. A i në muaj pagujmë miliona. Nga taksat tona, pagujmë i. Duke se s'lejohet 2 cigare, kur je kështu live, blokoj? Qaj të po? E mori era bokse. Erdi patronazhist, sabotator. Shivare, uj bokse. Sabotuese. Uj bokse. Qa punë me këtoj? Zerë që në për shole për marketing? Që marketing? Si? Ja, portaj. Cili portaj? Zhurma. E dhush në një zhurme. Qa të të? Që qëtarë dhe avriti qa do të të? Po të që të të? Jo, se të të dhush, të dhush qatë të kjepnik. Qdo shqiptarë? Kemi i zonjë të. Qdo shqiptarë duhet të dalin në protest se ka të drejtën që jep Zoti të protestojë kundër qeverisë për nivelin ekstrem të pabarazisë dhe Zoti do të filloj politikanët shqiptarë për varfërinë e krijuar për kaq vite në Shqipëri, për pensionet e ulta, për prindrit e tonë që vdiqën të pa ushqyer mirë edhe pse punuan vite dhe dekada të tëra. Gjithashtu shqiptarët duhet të dalin për kushtet e këqija në spitale. Duhet të dalën vajzat e reja që punojnë nëpër banka, e ka rrogat shumë të ulta. Kapitali i Shqipërisë dhe jashtë shtetit, patjetër që duhet të protestojnë vajzat e postës, i gjenjen Edi Rama, i thotë që unë kam rritur pagën minimale. Vajzat shqiptare punojnë, rrogat janë të ulta. Duhet të dalin të gjithë shqiptarët të protestojnë që u vjedhin pasuritë kombëtare, pasuritë natyrore. Nafta në zonën e Fierit, të Mallakastrës, të Beratit, ose Kuçovës, Matanlumit që kemi neve, në fshatrat e Vlorës, ka naftë pafund. Ajo keq përdoret me qëllim që administratorët e lartë të shtetit shqiptar, politikanët e lartë, të përfitojnë për vete. Është turp që bankers vjedh, i kanë futur në burg dhe nuk i heqin licencët. Banorët e zonave naftëmbajtëse vetëm marrin CO2-shi, nuk marrin asnjë lek, është turpshme. Pra të gjithë duhet të dalim në protestë, të protestojmë kundër qeverisë dhe kundër Edi Ramës dhe të gjithë kastës e cila ka zgjatur tranzicionin te kohës sa arsyeshme. Tranzicioni kur kam qenë studente drejtësisë, parashikohet ishte 10 deri në 20 vjet maksimumi. Jemi në vitin e 36. Atëherë si duhet të rrim neve të qetë kur tranzicioni shtyr pafund? Sigurisht që duhet dalim gjithë të protestojmë, të rrëzohet qeveria, të ndërtohet qeveri teknike dhe të vendosen kushte ligjore, administrative, të mira, por mirëmbajtjen e shtetit. Dhe punëve shtetërore, ju falemnderit. Zotrin, mere. Jemi fëmijë. Edhe ashka. Falemnderit. E dëgjove çfarë bëna po? Po. Gjuhën ato, s'ka rëndësime në gjuhën. A gjut, student e djetorit. Tani ke besimin kjo gjeneratër e mos ke? Ke cila gjenerat? Ke zëja.
që s'ka, Zero njëshë. zëja është më e mira, is the best, sepse guxoj. Po. They're twin ton English. Ato guxuan dhe unë e përsëris do të fitoj. Inshallah. Po zoti. Do të thësh të bëj cili po kam komision. E ti të ja ku je, i laj. E zhurma. Një dy po, test, check. Një dy. No? Hajde. Një dy po, test, check, një dy. Hajde. Një minutë. Kemi edhe një qendërstare tjetër. Jepi drejtim të. Hoxha du. Opa. Majë do 2 mikrofona? Je lajtë? Lajt. E ne jepi drejtim të shqipoj që dori jo. Unë jam Ira. Jori mirë. Jo të ikë, se ka bëjnë. Unë jam Ira Safet Kurti, qendrestare, e ardhur nga Kanadaja dhe kam qysh ditën e parë që mbështes të protest. Shumë veta më kanë shkruar për të kërkuar se kush do jetë zgjidhja, a do jetë paqësore apo me dhunë, sepse ky nuk e lëshon pushtetin me paqe. Kështu që unë për ty u informuar juve me që jo gjithmonë mua më lihet mikrofoni, se unë doja ta thoja kur ishte gjithë bulevardi mbushur me të gjithë edhe nga diaspora dhe nga njerëzit, që ti informoja për anën ligjore. Do thoni ju pse po e marr unë këtë iniciativë të sqaroj njerëzit largoje këtë. Kur Shqipëria ka më shumë jurista se sa ka këpurdha. Por asnjëri nuk i ka dhënë zgjidhje. Kur zgjidhja është aq e thjeshtë sa gjithë do çuditeni kur ta dëgjoni. Njëherë unë dua të shtroj me juve pikat që mbështesin lëvizjen ton ose protestën ton kundra jo vetëm një partie dhe një kryeministri, por kundra një sistemi i cili është deformuar dhe ka dekada që është i deformuar. Pra, le t'i kthejmë sovranitetin qytetarëve me referendum e para. E dyta, kufizim mandatesh deri 8 vjet dhe kontroll real mbi deputetin që zgjidhet. Pra duhet ta kemi ne këtë kontroll, ta zgjedhim neve deputetin që do flasi për hallet tona në parlament, t'i kërkojmë ne llogari dhe në qoftë se premtimet nuk mbahen dhe problemet tona nuk përputhen me agjendën e tij në parlament, atëherë të kemi fuqinë neve që ta heqim nga detyra. Pra, ne jemi këtu sot sepse besojmë se problemi në Shqipëri nuk është vetëm një qeveri apo një kryeministër, por një sistem politik i deformuar që ka zgjatur për dekada. Gjatë 36 viteve të fundit, 2 partitë kryesore kanë dominuar politikën shqiptare dhe kanë ndërtuar një model ku pushteti është i përqendruar te kryetarët e partive. 2 partitë kryesore kanë shkelur nenin 1 të kushtetutës, nenin 2 të kushtetutës, nenin 3 të kushtetutës, që flet për sovranitetin e popullit dhe për zgjedhjet e lira dhe të përgjithshme. Kanë shkelur gjithashtu nenin 13 të kushtetutës që flet për decentralizimin e pushtetit pasi e kanë centralizuar atë. Me marrëveshjen Rama-Berisha-Rama të 2008-s, ato centralizuan gjithë pushtetet. Kush do ishte partia fituese, ajo do kishte edhe fuqinë mbi të gjitha pushtetet.
Gjithashtu këto dy parti kanë shkelur dhe nenin 9 të kushtetutës. Neni 9 i kushtetutës kërkon nga partitë të kenë norma demokratike brenda tyre në zgjedhjen e kryetarëve. Siç kanë dalë edhe në televizor vetë militantët apo antarët e partive kanë deklaruar se ato kanë falsifikuar votimet e antarëve brenda partisë për të nxjerrë atë që donin si kryetar. Kjo është një shkelje e rëndë e besimit të qytetarëve ke këto parti, po më e rëndë është shkelja e nenit 9 të kushtetutës. Kanë shkelur gjithashtu nenin 41, 42 dhe 181 për të drejtën e pronës. Prona nuk është trashëguar siç e kërkon kushtetuta, as nuk është falur, po është tjetërsuar duke falsifikuar dokumenta në arkivin e shtetit dhe në kadastra. Një shkelje shumë e rëndë e kushtetutës. Zaptimet e pronave të përbashkëta që i kanë privatizuar me letra falso. Një shkelje jashtëzakonisht e madhe e kushtetutës, duke e lënë shqiptarin pa bazën e vet, pa tokën dhe pa pronën. Neni 181 do rregullonte mbarvajtjen e kësaj dhe ky nuk është zbatuar. Këto ishin sa i përket disa nga shkeljet që këto dy parti qeverisëse gjatë 36 vjeçarit të fundit i kanë bërë këtij popullit. Por janë një sër ligjesh dhe VKM-sh të panumërta që jo të gjitha ne kemi transparencën dhe i dim, por janë disa ligje që këto kanë vepruar që nuk na shërben ne si popull, as nuk i shërben kombit ton dhe interesit të përbashkët, por vetëm karrigës së tyre dhe interesave të tyre personale. Pra, qysh në 2008, deputetët që flasin atje nuk varen më nga shqiptarët, por varen nga kryetarët e partive. Kështu që edhe besnikërinë ato nuk e kanë ndaj nesh, por e kanë ndaj kryetarëve të partive. Ndryshimet kushtetuese duhet të ndodhin me patjetër. Si pasojë, sot kemi një përfaqësim politik që nuk reflekton plotësisht vullnetin e qytetarëve, demokraci të brendshme të dobët të partive politike, vështirësi reale për qytetarët që të ndikojnë vendimarrjen, probleme të zgjatura në zbatimin e të drejtave kushtetuese, përfshirë pronën dhe shtetin e së drejtës. Ne besojmë se kushtetuta thot qartë sovraniteti i përket popullit, por në praktik ky parim nuk po funksionon plotësisht. Prandaj kërkesa jonë nuk është thjesht ndrimi i një qeverie me një tjetër, kërkesa jonë është rikthimi i pushtetit te qytetari. Reforma të thella të sistemit politik, forcimi i demokracisë së brendshme në partitë politike, kufizimi i pushteteve të kryetarëve mbi përfaqësimin, forcimi i referendumit dhe pjesëmarrjes direkte të qytetarëve dhe zbatimi real i së drejtës kushtetuese. Ne jemi për ndryshim paqësor, institucional dhe demokratik. Qëllimi ynë nuk është shkatrimi i sistemit, por ndërtimi i një sistemi ku qytetari është realisht sovran, jo vetëm në letër, por edhe në realitet. Sa më sipër doja t'ju thoja protestuesve ditën që më rritën nga diaspora, po nuk më lejuan.
Mbajtja e unitetit të kësaj proteste është shumë e rëndësishme. Kjo përbën një argument. Tashi po vinë edhe protestuesit, një minutë edhe fjaleja e fundit. Kur ne themi revolucion, do me thënë që ndryshimet duhet të jenë të shtonin tjetër, që s'dua t'ja përmend as emrin, po ka thënë presidenti, ndryshimet e problemeve nuk i zgjidhin, kanë qenë pjesë e problemit. Drejtën të vetë përfaqësohemi dhe ne këtë të drejtë do ushtrojmë për të bërë ndryshimet e duara sistemike. Ju faleminderit, mendimet tuaja, sugjerimet tuaja, kritikat tuaja konstruktive janë të mirëpritura. E juaja, Ira Safet Kurti. Faleminderit. Ja dhe diaspora, e dham mendimin. Filloj sheri. Jo, do shoh këtu. Shili tash erdhi lumi tash mi. Zaçë. Ramamburg Berishamburg! Ramamburg Berishamburg! Ramamburg Berishamburg! Ramamburg Berishamburg! Ramamburg Berishamburg!